Ky është libri i prejardhjes së Adamit, ditën që Perëndia krijoi njeriun e bëri të ngjashëm me Perëndin. Ai krijoi mashkull dhe femër, i bekoi dhe u dha emrin njeri, ditën që u krijuan. Adami jetoi 130 vjet dhe i lindi një djalë që i përngjiste një lloj në shëmbëltyrën e tij dhe e quajti Seth. Mbas lindjes së Sethit, Adami jetoi 800 vjet dhe pati bi dhe bija. Kështu Adami jetoi gjithsej 930 vjet, pastaj vdiq. Sethi jetoi 105 vjet dhe i lindi Enoshi. Pas lindjes së Enoshit, Sethi jetoi 807 vjet dhe pati bi e bija të tjerë. Kështu tërë koha që Sethi jetoi që 912 vjet, pastaj vdiq. Enoshi jetoi 90 vjet dhe i lindi Kenani. Mbas lindjes së Kenanit, Enoshi jetoi 815 vjet dhe pati bi e bija. Kështu Enoshi jetoi gjithsej 905 vjet, pastaj vdiq.